Segmenti rrugor Dimitër Konomi është një prej rrugëve më të frekuentuara në Vlorë, një aks i cili përgjatë sezonit veror përballet me një qarkullim të shtuar të automjeteve, por prej vitesh qytetarët e Vlorës, pushues vendas dhe të huaj, përballen me një problematik. Në pjesën mbi tunelin e ujit të ftohtë, pranë zhvilës qeveritare të presidentit të Republikës, një urë në gjatësi minimale është kthyer në problem për trafikun. Ky aks rrugor përgjatë gjithë kohës vazhdon të jetë me dy korsi, por në këtë pjesë ngushtohet së tepërmi duke mos u dhënë mundësi automjeteve që të shkëmbehen. Përpasoj gjatësinë së verës veçanërisht, aty krijohet trafik i rënduar duke u kthyer në pengesë për qarkullimin rrugor. Ura e vogël në rrugën Dimitër Konomi, një prej akseve më të frekuentuara ku qarkullojnë automjetet në Vlorë, prej vitesh është kthyer në një pengesë të qarkullimit rrugor, për shkak edhe të amortizimit të saj, por edhe të gjerësisë minimale ku nuk mund të shkëmbehen dy automjete. Për të shkak, kjo urë kërkon një plan, një projekt për të rehabilituar në total, në mënyrë që ky aks, sidomos përgjatë sezonit veror, të shpëtojë nga trafiku i rënduar i automjeteve. Është e nevojshme që për rehabilitimin e kësaj ure të ketë një projekt për ta ndërtuar atë në standardet e kërkuara. Ura krahas rehabilitimit duhet edhe të zgjerohet që edhe automjetet të qarkullojnë lirshëm. Prej vitesh funksionon mes dëmtimeve të shumta duke rritur edhe rrezikun që të shembet. Gjithashtu, për shkak se automjetet nxitojnë edhe drejtuesit shkelin gazin se kush të kalojë i pari, kjo urë është kthyer edhe në një vend burim aksidenti, ku shpesh kemi pasur raste të përplasjes së makinave me dëme materiale.